publike që kanë pas të kryeministit Kurti dhe të vendosjes në përgjithësi kanë qenë të prera, kanë qenë koncize, kanë qenë konsistente, kanë qenë të vazhdueshme dhe në një kuptim zoti Kurti as nuk ka denju që të fusë aleancën në llogaritjet e politike për presidentin dhe kështu me radhë. Si ka ftuar asnjëherë. E ka lënë me qëllim dhe në këtë studio kemi diskutuar që një nga qëllimet që ka pas zoti Kurti për ta vendosur opozitën, domethënë në atë cepin e ringut ka qenë edhe eliminimi i aleancës nga skena politike, që ai mund të merrej vetëm me partitë të mëdha. Kjo nuk ndodhi dhe kjo jep vlerë shumë të madhe asaj që ka bërë aleanca. Ndryshimi i brendshëm, rrugë e kohezionit, domethënë për le të themi angazhimi i fuqishëm i generalëve Ramushit, kryetarit dhe Dautit në zgjedhje, pastaj edhe responsiviteti që pati votuesi ndaj aleancës ishte, le të themi, një moment le të themi krenarie për aleancën. Dhe këto numra tregojnë këtë gjë. Çfarë më vjen keq është që në një pakënaqësi të madhe, e cila shprehet me rënien e përgjithshme të daljes së votuesve në zgjedhje. Kjo në fakt për te rënies numrave të PDK-s dhe rritjes të pak të AK-s, domethënë këtu është problemi më madh. Ktu shihet qartë që ka një pakënaqësi ndaj partisë në pushtet. Për te numrave që deri diku janë të gënjeshtërt, që dalin si përqindje. Ka një pakënaqësi të madhe sepse refuzon votuesi të dalë në zgjedhje. Këtu ka qenë një moment i mirë në përgjithësi për opozitën, tani nuk po e specifikoj vetëm për aleancën, që të kap sentimentin e votuesit e ta drejtojë drejt opozitës dhe do kishim rezultate tjera. Për kaq kohë shkurtër sa ishte. Ajo humbja e Kurtit, po themi shifrat që humbi të votave, nuk shkuan tek opozita. Mund ta ketë është kohë shkurtër. 6 muaj të nënru parti një pjesë e madhe njerëzve pa ndonjë zhvillim, pa një tërmet përmenda një partije praktika ka kallëzuar që është shumë bukur problematike. Unë e ashtu e konsideroj. Me vetë faktin që kanë refuzuar shumë njerëz kanë qenë nga ata, kanë qenë shumë të inspiruar me Kurtin që s'kan dalë në zgjedhje. Nuk shkojnë ata mrena natës, një parë është paktën kështu analiza jam thotë. Kjo është i fazë ku s'dalin hes në zgjedhje të paktën se është shumë kohë e shkurtër, prej 28 dhjetorit me shku me një parti tjetër. Pa një thymje të madhe të një parti. Edhe psikologjikisht do të rifi kjo është i saktë, domethënë përgjithsisht i saktë, po domethënë tentohet. Por megjithatë ju keni të drejtë. Tentohet. Ja, absolut keni të drejtë. Ja, keni të drejtë. Tentohet se është emocion. Në rast se identifikohet votuesi me një parti tjetër, e cila si këtë rast aleancën, unë për vete nuk e kam përtej sulmeve politike që ka bërë lëvizje vendosje, nuk ka pas dyshim që aleanca do kaloj pragun. Sepse ti bisedon me votuesit, ti shikoj emocionin e tyre dhe ata janë të qëndrueshëm dhe ka shumë mundësi që një vot e tyre të pakënaqurve të ketë shku te AK-ja. Edhe s'ka qenë të kënaqur me partitë e tjera të ndaja në opozit, por ka shku te AK-ja, po ashtu. Do thotë që një moment aty është që AK-ja ka qenë sa do i vogël. Po, sa do i vogël. Po ky nëse do të bëjmë një narrativ e cila sepse kemi diskutuar edhe tjetër dhe besoj që kjo analizë ka qenë e vlefshme. Në përgjithësi opozita për te rrafshit të luftës frontale me lëvizjen e vendosje, në përgjithësi ka qenë, s'po them për AK-n, e thashtë po bëjmë një analizë të opozitës, në përgjithësi, ka qenë përgjithësisht në terren edhe me narrativa jo shumë efikase duke u qasur në qasje ndaj emocioneve të votuesit, sepse do të kapësh emocionin që të kapësh votën. Domethënë është e qartë që do flasim për energjinë, edhe çështja e energjisë është, po ashtu për performancën e qeverisë, e cila lë shumë për dëshiruar, e kemi thënë me vite në këtë studio, por nga ana tjetër pa e kthy këtë në emocion që e bën njeriu të dalë edhe të votojë, atëherë nuk mjafton vetëm të thuhet racionalisht. Duhet shumë kohë që po themi të ketë momente emocionale, të kthehet në emocion përveç po themi këtij narracionit që është dështuar. S'ka, e thash fillim, është vërtet përmend 3 projekte, përmendet çështjen e energjisë, hajde përmendim shumë çështje. Edhe do valësh edhe fjali, edhe të kolegët flasin. Unë mendoj që një nga problemet më të mëdha të opozitës është që nuk ka bërë një listë të mëkateve të veta. Parimisht. Kur ka qenë qeveri, edhe në vitet e dashme. Pastaj edhe kritikën ndaj Kurtit. Mendoj që kjo është gjëja më thelbësore. Janë disa gjëra edhe më të vogla që qytetari kanë ndjerë, ku domethënë një hap mrapa mund të bëhet.